Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi sërish sonte së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt këtu nga Radio Televizioni Ora News. Do të flasim sonte rreth një teme mjaft të rëndësishme, një temë që ka të bëjë me të gjitha familjet shqiptare. Kushdo qoftë, i fejuar, i martuar, familjar apo çfarë do qoftë. Sepse do të diskutojmë sonte mbi edukimin e fëmijës dhe pikërisht mbi edukimin e fëmijës mbi baza fetare. Një shoqëri e shëndosh nuk mund të mendohet pa fëmijë të mirë edukuar. Pikërisht për të diskutuar kësaj teme, unë kam sonte dy të ftuar, dy zonja të nderuara. Na nderon me pjesëmarrjen e saj dhe kam kënaqësinë ta prezantoj. Është zonja Sadie Bushati, profesor doktor, pedagoge në Universitetin e Shkodrës, Luigi Gurakuqi. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Një ftuar e dytë është zonja Nevila Gura, pedagoge, psikologe, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe në lidhje të drejt për drejt të dashur teleshikues, do të jemi me ndihmës mjeftiun e Tiranës, zotin Asuf Hoxha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Të dashur miq, dua të rikujtoj edhe një herë postën tonë elektronike nga ku ju mund të na drejtoni pyetjet tuaja në lidhje me temën që ne trajtojmë. Me syrin e zemrës @oraviznews.com. Zonja Bushati, për të filluar bisedën, duke qenë se po flasim edhe për edukimin fetar të fëmijës, përse duhet një edukim i tillë? Edukim fetar. Sipas përcaktimit islam, muslimani duhet të jetë me natyrë të butë, fisnike, i afërt, i dashur, i drejtë me të gjithë një lloj, si me të pasurin ashtu edhe me të varfrin, me të nërshmin e të panërshmin. Mos të urrej, mos të kejtë zili, mos të gënjej, mos të dëshmoj në mënyrë të gënjeshtërt për dike, mos të betohet në mënyrë të gënjeshtërt, mos të mashtroj dhe mi gjitha në çdo problem të ketë dorim. Ai duhet të jetë person i vlefshëm në familje dhe në shoqëni. Mos jetë i korruptum dhe të mos abuzoj me pasurinë e të tjerëve apo të shtetit. Të gjitha këto përbajnë pikërisht edukimin fetar. Të fëmijës. Dhe që për me arrit atë duhet se zban një përgatitje dhe edukimi i shnosht për fëmijën. Patjetër. Zonja Gura, çfarë ndryshimi ka edukimi mbi baza fetare e fëmijës nga edukimi tjetër në tërësi? Sistemi i edukimit islam, në krahasim me sistemet e tjera të edukimit, është sistemi më i plotësuar, sepse i përmban gjitha dimensionet, dimensionin psikologjik, dimensionin shpirtëror dhe atë moral. Dhe gjithashtu është edhe sistemi më frutëdhënës. Pse? Sepse sistemi i edukimit islam i ka bazat e tij në Kuranin famlar. Në këtë Kuran të cilin po vërteton edhe shkencat sot dhe i cili po mahnit shkencëtar me përmasa botërore. Kush më mirë se sa krijuesi i gjithësisë e njeh psikologjinë dhe natyrën e njeriut dhe di më mirë se si edukohet ai. Gjithashtu, sistemi i edukimit islam i ka bazat e tij edhe në hadithet dhe në shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Këtë vërteton dhe ajeti kuranor. Lekad kane lekum fi Rasulillah. Ju kishit shembullin më të lartë të sjelljes në të dërguarin e Allahut. Gjithashtu vërteton edhe hadithi profetit Muhammed a.s. nuk janë dërguar vetëm për të përsosur moralet më të larta. Gjithashtu se sistemi i edukimit islam në krahasim me sistemet e tjera të edukimit është edhe sistemi më i dobishëm, domethënë jo vetëm për këtë botë, por edhe për botën tjetër dhe për ditën e gjykimit. Këtë vërteton hadithi i profetit a.s. paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Nuk ka gjë që e rëndon më shumë peshojën e veprave të mira se sa morali i mirë. Një hadith tjetër thot, ai që përmirëson sjelljen e tij, unë të garantoj një shtëpi në xhenet. Dhe së fundmi, besimtari arrin nëpërmjet moralit të mirë gradën e dëshmorit dhe atij që falet shumë. Prandaj nëna të dashura, unë dua domethënë që secila nga ne të jap maksimumin e edukimin e fëmijëve, që jo vetëm t'i plotësojmë për këtë botë, por edhe të bëjmë të mundur domethënë që të gjejmë lumturinë e përjetshme. Në lidhje me këtë pikun kam lexuar diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Është një thënie profetike, me sa kujtoj, ai që rrit 3 vajza të mirë edukuara, siguron një banesë në parajs.
Një thënie që i jep shumë shpresë të gjithë atyre që kanë vajza. Zënë Bushati, prindrit, sidomos shqiptarët, sakrifikojnë deri në atë pikën e fundit për edukimin e fëmijëve të tyre. Madje kujtoj një rast, bëm një vizitë në një familje dhe para disa vitesh, edhe ata kanë qenë shkodran, bëm një vizitë në familjen e tyre ku një shtëpi mjaft modeste, një familje tepër intelektuale dhe i zoti shtëpisë tha diçka, mos shikoni shtëpinë time, tha. Unë kam ndërtuar 3 vila, sepse kishte 3 fëmijë që i kishte edukuar, i kishte arsimuar në për universitetet jashtë Shqipërisë dhe ishte një sakrificë në fakt, që është një shembull që shqiptarët japin në këtë pikë. Por cilat janë detyrat kryesore të prindërve në lidhje me edukimin e fëmijës? Natyrisht më shtes atë që sa po thot, vërtet dhe jashtë është dallu shqiptari si arsimdashës. Dhe nga ana tjetër, për t'i përgjigjë të ashti pyetjes tuaj, çdo prind, para se të kaloj në ato tjera, çdo prind don me e pas fëmijën e vet në majat, bile të nën Shkodër nuk e di, thohet edhe që vetëm fëmijën çdo person don me e pas për mi veti. Ndoshta flitet për ata që kanë një farë pozicionit që janë maja, edhe nuk dojnë me pa kënd tjetër për mi veti, për vetëm fëmijën. Por, natyrisht, çdo prind vazhdoi edhe një herë dëshon me pa fëmijën sa më të edukuar dhe sa më të suksesshëm, dhe për me arrit këtu, ai është detyruar që të plotësojë disa detyra. Dhe nër këto unë do të radhis si detyrë të parë përgatitjen e mjedisit të edukimit. Kush futet në këtë përgatitje të mjedisit? Gjaja parë është vetë familja. Prindrit, por edhe pjesëtarët e tjerë të familjes, të cilët i bëhen shembulltyr për fëmijën. Normal që në një familje me sjellje të mirë do dalin edhe fëmija i edukuar. Nërsa përkundërzi të një familje ku ka kontradikta, shamat, fyrje, sharje, nuk mund të pritet një fëmijë i mirë edukuar. Dhe prindi nuk ka detyrën vetëm që ta ushqejnë, ta veshin dhe t'i sigurojnë fjetjen fëmijës. Por përkundërzi ai ka detyrë dhe ta zhvillojë dhe ta edukojnë fëmijën. Në moshat ndryshme, natyrisht në fillim nana është ajo që merret, sepse ushqen po së bashku me ushqimin ajo i ka kënu që ban pjesë edhe ajo në edukimin e fëmijës. E me radhë për çdo etap ka sugjerime dhe mendime për detyrat e prindërit. Ajo që unë do dojshë me theksu, masi mund të përmeni disa nga këto, por do t'ishte shumë gjatë, po të përmeni të kësaj periudhe detyrat e prindit, janë që prindi ka detyrë për me zjarë me shëtit fëmin, me i siguru lodra, mas pak lodra kryuse, që ta bajnë fëmin të zëtë edhe që të kryoj. Ka detyrë që të eliminojnë disa nga çfaqet që fëmijën vogli paraqet si fjala egon, që donë të në gjanët mi pas për vedi, pra më mundu mja hek, mja largu këto çfaqe. Apo të tjera që janë të voglis, si kur se tash, në marrëdhënie me fëmijët me njëri tjetrin. Por ajo që mu më bani shumë përshtypje du lexu për detyrat e prindit në këtë periudhë ishte edhe ajo që fëmija deri në moshën 5 vjeç merr 80% të gjitha gjanave të rëndësishme të edukimit. Dhe vetëm 20% i merr gjatë pjesës tjetër, të gjithë kohës tjetër për në edukimin e tij. Pastaj, si mas tjetër, që futet në këtë, është edhe shkolla. Mas viteve të para që sa po përmenda, fëmija bëhet i gatshëm me shku në shkollë. Prindi ka detyren që ta zgjadhin marrë mundësive të vejda dhe shkollën më të mirë, me tradit mirë e tjerë. Por ajo që ka detyrë prindi është që të kujdeset dhe në marrëvajtjen e fëmijës, të bajnë takime me mësuesin kujdestar, por masi të kthejt fëmija në shtëpi, të
përpiqet që me të bëjnë bisedë miqësore, jo kontrolluese, por të arrijnë me fëmijën, psikologja mund ta plotësojnë edhe më mirë, por që të përpiqet që në mënyrë miqësore të kërkojnë për fëmijës si ka kalu, jo vetëm në orë të mësimit, po edhe jashtë mësimit, me shokët, në kohën e lirë dhe çdo gjë, në mënyrë që ta ndjekin fëmijën e vet për të gjitha etapat e tjera. Një gjë du më lejet lutem, që me ndërhy ka raste në Shqipëni e në Shkodër, që prindi vazhdon me ndërhy ma shumë se duhet, këtu deshta me ndërhy. Sepse ka raste që prindi kërkon të përcaktojnë edhe degen e studimit dhe në studimet universitare. Është një mangësi në përgjithësi për... Në universitetin tonë, fakultetin tonë, në njën land, një nga kolegët tona, ban një pyetësor dhe një nërpytjet është pse e zgjodhe këtë degë. Dhe shumë prej fëmijëve përgjigjen më kanë kërkuar prindrit. Do të vjojmë te zonja Mushati. Me ndërhyj deri kaq shumë. Unë do të kërkoj një lidhje. Ka edhe disa gjëra të tjera, por që këta mund të ishin më të rëndësishme dhe natyrisht unë pa që mos të zgjatem. Unë do të kërkoj një lidhje me zotin Nasufi. Zotin Nasufi, në Islam apo në atë që ne kemi lexuar dhe që kemi parë deri tani ka shumë shembuj kur profeti ju zgjat dorën e dashurisë fëmijëve. Ajo sjellja se si profeti është sjellur me fëmijët. Si shikohet fëmia në Islam dhe si përshkruhet në Kur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Për sa i përket temës për cilën ne po flasim sonte, realisht është një temë shumë e rëndësishme dhe ngjall interesin e gjithëve. Gjithë kemi familjet tona, fëmijët tanë dhe gjithë jemi shqetësuar për këtë lloj teme. Dhe meqense folëm fillim të saj për sa i përket rëndësisë që ka edukimi me fenë islame, edukimi islami i fëmijës, është pikërisht ai dimensioni që neve përmendëm, sepse Islami kur e shikon fëmijën nuk e shikon thjesht si një produkt ose si një fëmijë të cilin prindja e rrit dhe mendon që të përfitojë prej tij në të ardhmen, pra në jetën e kësaj bote. Por se në Islam fëmia shikohet si një njeri që ka ardhur në tokë, një dhuratë e Zotit për prindit dhe Allahu xhaleshani i vlerëson fëmijët dhe i quhen si lulja e jetës për prindit. Dhe neve i themi që fëmia është drita e syve të prindit vet. Dhe realisht nga kjo fillon edhe rëndësia që ka edukimi i kësaj qenje të re, kësaj fëmie. Fëmia është jo vetëm e ardha e familjes vet, por është edhe e ardhmja e shoqërisë. Dhe realisht në varësi të interesit dhe të kujdesit që neve do të tregojmë për edukimin e këtij fëmije, kështu do të jetë pritet dhe ardhmja e shoqërisë në cilën neve jetojmë. Është shumë e rëndësishme të kemi parasysh se në këndvështrimin islam fëmia është një dhuratë e Zotit dhe si e tillë nuk do të mendohet vetëm thjesht një pronë e prindërve, por është dhuratë prej Zotit që është për gjithë shoqërinë realisht. Vëmendje besoj. Patjetër, sigurisht. Dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë në të njëjtën kohë baba, gjysh, por edhe një njeri i afër, si thua, gjithmonë u ka qëndruar pranë edhe familjeve të shokëve dhe të bashkëkohësve të vet. Dhe me shembullin e tij ka dhënë një model të përkryer të mënyrës se si është munduar profeti alayhi salatu wasalam të edukojë fëmijët e asaj periudhe. Shikosh profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam se si ai burr shteti, një lider shpirtëror dhe realisht që drejtonte një shoqëri të tërë në qytetin e Medinës, se si sillej më fëmijë do të habitesh, saqë në ditët tona dikush do të mendonte si një mungesë personalitetit ose si një lloj mungesë burrrie në disa zona ndoshta mund të konsiderohet, kur shikosh profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndoshta të loz me ujë dhe me ndonjë fëmijë dhe të mbush gojën me ujë dhe ta lag fëmijën nga goja e vet, pra me ujë. Dhe kjo gjë ka ndodhur me njërin nga sahabët e profetit alayhi salatu wasalam, i cili pasi ishte bërë burr tashmë ju tregonte shokëve të vet, po me krenari një ngjarje që asnjëherë nuk e harronte, dhe ju tregonte se si profeti alayhi salatu wasalam një herë ku kishin qenë pranë ujit, e kishte bërë këtë veprim me të dhe ai e kishte të pashlyer të ngjarje, i diçka të mrekullueshme, një kujtim të mrekullueshëm nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po kështu do të kesh ngjarje të tjera të mrekullueshme ku shikosh profetin alayhi salatu wasalam si një gjysh i dashur. Zoti Ora, si është sjell profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, paqja e Zotit qoftë mbi të, me jetimët? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sidomos me jetimët ka treguar një rëndësi të jashtëzakonshme, kujdesi që duhet tregojmë për këtë shtresë që është privuar paktën nga dashuria dhe nga kujdesi i njërit prej prindërve, qoftë babait, qoftë nënës.
Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kulmin e kujdesit e tregon me hadithin e tij, ku na tregon dhe na thot që unë dhe kujdestari i jetimin do të jemi në xhenet si këta dy gishta, dhe tregon shenjën me afërsim pa për treguar shenjën se sa afër do të qëndroj në xhenete personi që kujdeset për fëmijën jetim. Dhe shikoje profetin alayhi salatu wasalam ku thot që edhe të lëmosh kokën e një jetimi është sadaka dhe është një veprim jashtëzakonisht i pëlqyer në fenë islame, e jo më për pjesën tjetër të kujdesit, qoftë në ndihmën që duhet dhënë atyre, qoftë në përkrahjen që duhet dhënë gjatë gjithë fazave të jetës tyre. E kështu pra profeti alayhi salatu wasalam nuk ka përjashtuar nga kujdesi asnjë shtresë të shoqërisë, sepse thash edhe një herë ai ka qenë shembulli. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një ngjarje shumë e bukur, nga e cila marrim edhe disa mësime të tjera, ku tregohet se njëri nga sahabët, nga shokët e profetit alayhi salatu wasalam, edhe realisht ka marrë emrin shok i profetit alayhi salatu wasalam, edhe pse gjatë periudhës kur ka qenë profeti alayhi salatu wasalam gjallë, ai ka qenë fëmijë i vogël, akoma djalë i ri, dhe tregohet që kur besimtarët kishin qenë në betejën e Uhudit, Saad ibn Malik ishte një djalë i ri, dhe pjesa tjetër e shokëve të profetit alayhi salatu wasalam e konsideronin shumë të vogël dhe nuk mund të rinte të merrte pjesë me ta në betejë. Mirë, po kur e shikon profeti alayhi salatu wasalam që ai ndihej i ofenduar nga ky lloj mosvlerësimi i sahabëve të tjerë, i drejtohet profeti alayhi salatu wasalam duke i treguar shumë afrimitet. I tregon ti je Saadi, pra sikur un kam dëgjuar shumë për ty, ti je vërtet? Thot ti je djali i filanit, po i thot un jam. Atëherë thot profeti alayhi salatu wasalam i habitur pa afron thot të qofsha kurban un dhe nëna ime për ty. Pra ka qenë një shprehje që e bënin arabët në atë kohë për të treguar një lloj afrimiteti, një lloj dashurie jashtëzakonisht të madhe. Dhe ky shembull tregon se si profeti alayhi salatu wasalam sillej me këto jetim, e ngushëllon djalin dhe pse ishte akoma i vogël, e ngushëllon sikur të ishte një burr i madh për t'i treguar afrimitet, dhe ky person nuk e harronte kurrë të ngjarje që kishte ndodhur me profetin alayhi salatu wasalam. Faleminderit, do të rilidhemi sërish për pyetjet e tjera. Zonja Gurra, në përgjithësi ndodh që nga lodhja e ditës, nga punët e tepërta, nga stresi, prindrit nuk dinë se si të krijojnë një komunikim, si të ndërtojnë një komunikim me fëmijët e tyre. Dhe në të shumtën e rasteve ndodh që bëje këtë ose mos e bëj këtë, duke mos e menduar mënyrën e duhur. Cilat janë këto mënyra? Si duhet të komunikojnë prindrit në këtë aspekt? Nëse ne i themi, thjesht i themi fëmijës që mos e bëj këtë ose bëj këtë gjë tjetër në një rast tjetër, pra thjesht ja themi edhe këtë në mënyrë urdhërore, ne nuk e kemi edukuar fëmijën. Thjesht kemi ngelur në kuadrin e urdhërimit. Pse themi që nuk e kemi edukuar fëmijën? Çfarë do thotë të edukosh? Të edukosh do thotë të skalitësh në karakterin e fëmijës, cilësi pozitive, morale të larta, mirësjellje me të tjerët. Dhe nëse ne thjesht urdhërojmë fëmijën pa i dhënë edhe një shpjegim, thjesht bëjë këtë, jo vetëm që e kemi lënduar fëmijën dhe e kemi bërë të ndjetin e vlerësuar, por madje e kemi mësuar dhe një mënyrë shumë të keqe komunikimi. Mënyra më e mirë për t'i formuar fëmijët për të bërë gjërat që duhen, veprimet që duhen ose detyrat e ndryshme, është një pikë së pari nëpërmjet shembullit ton personal. Profeti Muhammed alayhi salam thot, të edukuarit e fëmijës fillon 20 vjet para lindjes së tij, që do thotë nëse vetë prindërit nuk janë të edukuar, nuk kanë njohuri, nuk kanë dituri, nuk kanë virtyte, atëherë çfarë kanë për t'i transmetuar fëmijës së tyre? Pra dhe fëmija e tyre do lë shumë për të dëshiruar. Nëse vetë prindëri shpeshherë i lë gjërat pa vend, nuk mund pres nga fëmija e tij që ta mbajë dhomën të rregullt dhe të pastërt. Nëse vetë prindi në rast të caktuar mund të gënjejë. Shumë të kujdesshëm si prindër vetë. Po, shumë serioz. Të mos ndodh ajo që të thotë fëmijë, ti themi fëmijës bëj atë që them unë dhe mos bëj atë që bëj unë. Po. Kjo është, domethënë, patjetër nëpërmjet shembullit ton personal, nëse duam që të jemi të lumtur me sjelljen e fëmijëve ton. Kjo është e para. Dhe e dyta është nëpërmjet sqarimit dhe bindjes së fëmijës se pse duhet ta bëjë diçka. Domethënë arsyet që fëmija të mendojnë, domethënë, të jepet mundësia për të menduar për rëndësinë e veprës dhe vlerën e veprës, që ndërgjegjësohet pse po e bën atë gjë. E para, po dhe pasojat dhe shpërblimet.
që fëmija do ta marrë më zell, nëse ne I themi për shpërblimet që mund të ketë fëmija, nëse e kryen veprën në mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur, patjetër që fëmia do jetë më I nxitur dhe ne nuk do kemi nevojë që ta urdhërojmë atëherë bëjë këtë, se fëmia do shkojë vetë, se tashmë e kemi ndërgjegjësuar fëmijën që ta bëjë këtë gjë. As më tepër kur fëmijët janë të rritur që edhe kuptojnë më tepër. Po ama duhet të theksoni diçka, gjithmonë duhet të përdorim gjuhën që kupton fëmia. Pra në bazë në mosha të caktuara duhet domethënë edhe gjuhë të ndryshme sepse ndryshe nuk e kuptojnë mesazhin ton fëmijët. Zënë Bushati, duke qenë si edhe pedagogën në universitet, ndoshta e njihni më nga afër studentët, moshat e tjetër, si e shikoni edukatën e trimëve në shkolla sot apo në universitete? Sparit edukata në fëmijës ndryshon varësi të kohës dhe të vendit. Sot për shembull ajo është ndryshme me edukimin që ja bë në vitet para 90, në vitet më parshme, të paktën sepse atëherë ka mungu edukata fetare, sot ajo plotësohet me edukatën fetare. Por natyrisht që ndryshon edhe në saje të shkaqeve të tjera. Në Universitetin e Shkodrës mund të them me bindje që edhe sjelljet janë përgjithsisht normale, megjithatë në komunitet normal që do të ketë sjellje nga më të ndryshme. Dhe fatmirësisht kemi edhe student shumë të mirë, me sjellje shumë të mirë, dhe që na japin satisfaksionin shumë të madh dhe ne pedagogëve, mësuesve të tyre. Pavarësisht se unë vetë shoh vedin gjithmonë edukatore, pra jo vetëm mësuese, por edhe edukatore. Dhe përpiqem shpeshherë me ju bë edhe këshilla, domethënë që t'i plotësojnë, që ta mendojmë se plotësohet edukimi derisa vazhdojmë bërja. Por fatkeqësisht kena edhe një pjesë tjetër e cila arrin shumë kohë, harxhon shumë kohë në kafe. Një pjesë e tyre nisen nga shtëpia për marrë në shkollë. Këtë e këtha me bindje sepse në sezonin e fundit një kolege, Zyrit, na tregonte që një afërt e saj I kishte bërë një lloj vrajtjet, kritiket, që si se ndihmove filanin të rrethit tyne, se edhe kishte hinë provim, si më thonë edhe ti s'arrite as me ndihmu. Dhe aja I kishte thonë të lutem shumë s'ka hinë fare në provim. Pra, ai fëmijë kishte thonë në shtëpi që jo vetëm se ka kanë mësim, po dhe ka kanë edhe provim. Ndërgjegjësimi I fëmijës ka një vend të rëndësishëm në edukimin e tyre, besoj qoftë ata në arsimin nënveçar, të mesëm apo të lartë. Natyrisht që këto pastaj kur bëjnë kaq mungesa, kanë edhe rezultate të dobta. Pale që me fillimin e të nxehtit fillon edhe veshja për një pjesë prej tyre dhe jo serioze. Me thanë drejtën, unë I porosi studentët që në provim të paktën të vinë serios, si mas kodit që kena kodi etik si shkruan në korridor. Por nuk e bajnë gjithë kolegët dhe për fatkeq ndoshta edhe në I kolege është edhe vetë jo në masën e duhur me veshjen që duhet. Nërsa për sistemin më të ulët, me thënë drejtën, unë jam më larg duke pas parasysh edhe që shkolla është laike, a kupton edhe problemet, sidomos edukatës fetare, nuk jam gjani me thënë as në universitet. Vetëm di shqetësimin përgjithësi që është shqetësim kombëtar, I futjes së këtyre veshjeve të qija, të alkoolit, të drogës. Zënja Bushati, edhe pedagogët dhe stafi pedagogjik, akademik I shkollave të mesme, nëntveçare apo universiteteve ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë pikë në mirë edukimin e fëmijëve. Vetëm unë deshta në këtë rast bëj sugjerim për komunitetin musliman që ka ardhur koha për mendimin tim gjithmonë që të futet në sistemin nëntveçar, më vonë edhe në të mesmin, një orë, një javë për landën fetare. Në fakt, kjo është një sugjerim që është bërë në takimet e tjera, në programet të tjera tonat, ka patur, për të qenë sinqert, ka patur disa sugjerime të këtilla, dhe shpresoj se komuniteti musliman një gjë të tillë do ta ketë marrë parasysh. Dhe një kohë që kanë filluar edhe shtetet perëndimore, jam shumë sigurt që në Itali edhe në Austri e kanë
mund të kenë edhe vende tjera, po për këtë dyja kam Kjo nuk është diçka që ka të bëjë vetëm me komunitetin musliman, është edhe me komunitetet e feve tjera. Pasi edukata fetare që fëmijët do të marrin. Nisi komunitet musliman ndoshta na ndihmon pak sa hapja edhe këtij universitetit, por natyrisht patjetër. Zonja Gura, ashtu siç thashë edhe pak më përpara, ndodh që prapë nga stresi i ditës e tjerë, prindërit tregojnë të padurueshëm me fëmijët dhe në një moment të caktuar kur fëmia bën një gabim apo sillet kundrejt dëshirës së prindit, edhe mund të dënojë për të mos kaluar në veprime më të tepruara. Çfarë rol ka dënimi në edukimin e fëmijës? Po, fatkeqësisht është mënyra e dur apo fatkeqësisht domethënë dënimi si metodë edukimit përdoret shpesh, pavarësisht se nuk është një ndër metodat efikase të edukimit të fëmijëve. Ama do të theksoj diçka, në raste shumë të rralla dhe në rastin kur ne si prindër, si edukues, i kemi ezauruar të gjitha metodat e tjera pozitive të edukimit, atëherë mund të përdorim dënimin e lehtë. Ç'është dënimi i lehtë? Thjesht ta largojmë fëmijën nga aktiviteti që pëlqen. Me fjalë, pëlqen të luajmë biçikletë, ta privojmë nga biçikleta një javë, po ama duhet jemi të vendosur këtu. Dhe jo të jemi zemërshuar që pas 2-3 ditëve të mos e mbajmë fjalën e dhënë. Këto do të jenë të gjitha veprime të koordinuara, besoj, në mënyrë që edukimi i fëmijës të jetë i vazhdueshëm, një proces i vazhdueshëm. Po, siç e thash, ndëshkimi i fëmijëve nuk është një metodë shumë efikase. Pse? Unë do radhis disa nga arsyet pse nuk është një metodë shumë efikase edukimi. Së pari, ndëshkimi i fëmijëve krijon, si thosh, në shpirtin e fëmijëve atë ndjenjë e natë dhe urrëties kundrejt personave që i ndëshkojnë. Dhe gjë normale kjo. Së dyti, në më të shumtën e rasteve, ndëshkimi i fëmijëve vetëm sa çliron atë natin momental të prindrit dhe jo se e mëson fëmijën të dallojë të mirën nga e keqja. Dhe së treti, dënimi ndikon edhe në mënyrën se si këta fëmijë do bashkëveprojnë me të tjerë në të ardhmen. Bile s'ka shumë të ngjarë që këto fëmijë kur të rriten të bëhen prindër të përdorin po të njëjtat metoda edhe me fëmijët e tyre. Është po të njëjtat metoda negative. Edukimi i fëmijës fillon 20 vjet më parë para se të lindë. Dhe së fundi dhe për mendimin tim është edhe disavantazhi më i keq, është fakti që fëmijët nga që nuk duan të dënohen përsëri, ato i fshehin veprat negative. Që do thotë nga një ran vazhdojnë të bëjnë vepra negative, të papëlqyeshme dhe sjellje që nuk kanë një shije të mirë, nga ana tjetër mund të përdorin edhe gënjeshtër madje në mënyrë që të mbulojnë ato vepra negative që të mos dënohen përsëri. Në këtë rast çfarë sugjerohet? Cila metodë edukimi? Sugjerohet shpërblimi. Shpërblimi është një metodë që si thua që rrënjos sjellje të mira të fëmijët. Kemi dy lloje shpërblimi, shpërblim material, pra nëpërmjet dhuratave, dhe shpërblim jo material. Shpërblimi jo material, dhuratat nuk preferohen që të bëhen shumë shpesh, edhe nëse kemi mundësinë ekonomike. Se pastaj mësohet keq, pra domethënë ka disa avantazhe të veta kjo. Ndërsa shpërblimi jo material është shumë efikas. Shpërblimi jo material preferohet të jepet menjëherë pasi kryhet sjellja e mirë. Si për shembull, të kushtuar të vëmendjes, ose të lavdërohet fëmia, ose të krenohim ne me fëmijën, ta marrim në kraharor, ta përqafojmë. Dhe vetëm madje profeti alayhis salam asnjëherë nuk ka përdorur dënimin dhe gjithmonë ka përdorur shpërblimin. Dhe shembulli më mirë është ai për të marrë. Zotin Asuf, për sa i përket edukimit fetar të fëmijëve, ndodh që besimtarët nuk arrin dot të përcaktojnë atë kohë se kur duhet ta fillojnë këtë edukim dhe mënyrat se si duhet ta nisin këtë edukim fetar të fëmijës. Disa mendojnë që në qoftë se fëmia si fillon ky lloj edukimi në moshë të vogël, brenda një kohe të shkurtër mund të përjetojë një ngopje të këtyre gjërave dhe mund të ketë një reagim ndoshta nga fëmia. Kur duhet të nisë dhe si duhet të nisë ky edukim fetar i fëmijës? Atëherë për sa i përket çështjes kur duhet filloj edukimi i fëmijës, zonja Gura pak më përpara përmendi një thënie, citim ku thuhet se edukimi i fëmijës fillon 20 vjet përpara se sa të lind ai, pra që me vendimin që marrin prindrit për ta sjellë në jetë një fëmijë, pra që nga lidhja, pra edukimi që marrin vetë prindrit. Kurse për sa i përket fëmijës, fëmia realisht me edukimin fetar neve nuk duhet kemi parasysh këtu vetëm thjesht mësimin e tij me rritet fetare, kryerjen e rriteve fetare, siç është për shembull më i dukshëm mësimi i faljes së namazit,
apo mësimi i leximit Kur'anit apo diçka tjetër, rregullat fetare, ose ta edukosh pastaj kur të fillon mosha 9-10 ta mësosh pak me idenë se si duhet respektoj mbajtjen e agjerimit pak nga pak e kështu me radhë. Por se me edukim fetar neve kuptojmë domethënë një gamë më të gjerë të edukimit. Këtu vlerësojmë domethënë atë çështjen e mësimit të edukatës, të sjelljes, të vlerësimit të mirës, ofrimit të dashurisë, si nga prindërit dhe të fëmijës, po të mësoj fëmia që këtë dashuri të ditë t'ua jap edhe të tjerëve e kështu me radhë. Pra, çështja e edukimit është shumë më e gjerë se sa thjesht mësimi i disa rriteve fetare. Kurse për sa i përket çështjes së mësimit të fëmijës me rritet fetare, ne kemi në fen tonë diçka realisht shumë bukur. Ne dim që fëmia lind i pastër dhe pa mëkate, dhe është krijesë tamam si një engjëll kur lind. Dhe me kalimin e ditëve dhe të viteve ai mësohet dhe fillon dhe merr kulturën dhe atë edukatën e shoqërisë ku ai jeton, përgjithësi ndikohet nga shoqëria ku jeton. Në fen tonë islame neve kemi një parim shumë bukur ku thuhet që nëse fëmia kryen një punë që konsiderohet mëkat, gabim, ati nuk i vlerësohet si i tillë, pra nuk shënohet si mëkat. Por nëse fëmia kryen një punë që konsiderohet si një punë e vlerësuar ose për të meriton sevap apo shpërblime të ndryshe, fëmijës i regjistrojnë dhe i shënojnë këto sevape dhe këto shpërblime. Pra nëse fal një rakat namaz, le ta themi, apo lexon sadopak Kur'an, ai merr ato shpërblimet e kësaj pune që ka kryer. Kurse nëse kryen ndonjë gjunaf, nuk i konsiderohet si i tillë, sepse është fëmijë dhe është i pastër dhe pa gjuna e pa mëkate. Kurse përsa i përket realisht çështjes së edukimit, ajo kam përshtypjen që fillon që në momentin e lindjes profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson se si fëmijës dhe sapo lindur ti këndohet sigurisht me zot ulët ezani në krahën anën e djathtë, pra pranveshit djathtë, ikameti thirrja për namazin krahën e majt, e kështu me radhë më pas fillohet edhe me ato duat, me ato kujdesi që duhet tregojnë prindrit për ca rite fetare, siç është çështja e emri që i thon ndryshe ose festës që bëhet, një lloj shpenzimi, kurban që theren për fëmijët e kështu me radhë. Pa, kurse edukimi i fëmijës unë mendoj që është shumë më i gjerë sa thjesht mësimi i tij me ritet fetare. Fëmia ka nevojë për dashuri, ka nevojë për argëtim dhe këto gjëra duhet i plotësohen atij pikërisht në moshën e familjes. Unë besoj se dashuria dhe argëtimi nuk duhet i mungojnë asnjëherë, por sidomos argëtimi i fëmijëve të vegjël. Dhe besoj që kjo Ju lutem shkurtimisht sepse po afrohemi fundit të emisionit dhe ka shumë pyetje të ardhura në postën tonë elektronike që do të drejtohemi sërish ju. Po, patjetër. Atëherë, pra fëmia ka nevojë për dashuri dhe për argëtim, po kështu anë tjetër që duhet ta kemi parasysh tek fëmia, duhet që të vlerësojmë dhe personalitetin e fëmijës, duhet kemi kujdes sepse personaliteti i fëmijës vjen pak nga pak duke u formuar dhe ai kërkon që ta tregojë veten se kush është. Dhe pastaj fillon dhe kërkon dhe përgjegjësitë, dhe prindrit duhet pak nga pak ta mësojnë fëmijën që të fillojë të marrë përgjegjësitë e veta, sipas moshës, sipas niveleve të moshës që kalon. Po kështu fëmia ka nevojë realisht ta ndjejë edhe drejtësinë brenda në familje, qoftë në dashurinë që prindrit tregojnë ndaj fëmijëve, që të mos bëjë dallime mes njërit apo tjetrit, qoftë në dhuratat që u bën, afrimitetin që tregojnë ndaj tyre, e kështu me radhë. Hoxha ka një pyetje direkte në lidhje me këtë që sapo stat, është një televizioniste nga Vlora, që thot, a ndryshon mënyra se si duhet të trajtojnë fëmijët djem nga ato vajza? Që mund të thoni për këtë? Për sa i përket edukimit ose mënyrës së trajtimit të djemve apo të vajzave, në Islam nuk bëhet ndonjë dallim mes djemve dhe vajzave. Sigurisht në mënyrën e edukimit dhe në gjëra që duhet të mësohen secilit në veçanti, ka dallime të veçanta, sepse vajza është vajzë dhe do të ketë jetën e saj dhe prirjet e saj në jetën e vet, po kështu dhe djali ka ato specifikat e veta. Kurse dallim mes fëmijëve nuk duhet bëjmë kurrësi, bile siç e kemi parë, ka qenë siç e përmendi dhe zonja Ngurra pak më përpara, apo edhe ju vetë përmendet atë thënien ku thot profeti alayhis salam që kush rrit 3 vajza i ka garantuar profeti alayhis salam një xhenetin, pra një prindrit të tillë. Dhe nuk do të kemi sepse ka qenë një bindje ose një mentalitet në periudhën para islame se djali është më i privilegjuar se sa vajza, por se profeti alayhis salam me kalimin e kohës bëri të mundur që të korrigjohet një mentalitet i tillë dhe prindrit të krenoheshin me fëmijët e tyre, sidoqofshin ata djem apo vajza. Dhe pa si përgjigje nuk duhet bëjmë dallime mes djemve dhe vajzave, por duhet kemi parasysh që secili prej tyre të edukohen me ato gjëra që
do të kenë bëjnë me tonë jetën. Lidhemi edhe një herë për një tjetër pyetje nga teleshikuesit, por dua të vazhdoj bisedën me të ftuarat të tjerë në studio. Zoti Bushati, cilat janë dobitë e edukimit mbi baza fetare? Çfarë mendoni? Shkurtimisht ju lutem sepse kemi shumë pyetje nga teleshikuesit, t'u japim hapësirë atyre. Disa njerëz mendojnë se dobia e edukimit të fëmijës i takon vetë prindit. Për kohën e sotshme të paktën, unë mendoj që prindi ka satisfaksionin, por dobit nga ato që kam lexuar janë politike, janë ekonomike, shoqërore dhe fetare. Politike, apo të shtetit dobit, janë pikërisht se një i mirë edukum është i suksesshëm në shkollë, më pas në punë, ai është i plotësuar si njeri në marrëdhëniet me të tjerë dhe kështu që nuk abuzon me pasuninë as shtetit as tjerëve dhe natyrisht në qoftë se do të jetë në pozita drejtuese, ai do të jetë një person që kërkon vetëm rregullin dhe pa mashtrime, pa punë të qia, po thamë kështu, domethënë. Pastaj ekonomia, sepse një mirë edukum, ai nuk është i plogësht as demel, por është punëtor, pra produktiv. Pra meno ka dobi ekonomia. Shoqënia aq më tepër, sepse përmendëm më përpara një person i mirë edukum është bamirës, është i sakrific, ai din me dallu të mirën nga keqja, ai lufton veset e qija, pra të gjitha këto të shoqënisë. Ndërsa shkurt edhe feja ka dobi, sepse ky person transmeton pa shtrimnu fen. Jo vetëm për veti, por edhe në brezat e mëvorshëm. I lutem regjistë të më kalojnë edhe një herë në lidhje zotin Hoxha, kemi disa pyetje të ardhura nga teleshikuesit. Zoti Hoxha, në fakt janë pyetje që i shikoj që kanë nevojë për një teolog që t'u përgjigjet. Është i teleshikues nga Tirana, thotë që ne po vlerësojmë edukimin e fëmijës, janë prindrit që duhet ta edukojnë atë më së miri, por cila është rëndësia e nënës në Islam? Sot është një pyetje shumë e rëndësishme në fakt. Sigurisht nuk duhet harrojmë se nëna është gruaja në përgjithësi, është jo vetëm gjysma e shoqërisë, por është ajo që edukon dhe gjysmën tjetër të shoqërisë. Dhe përsa i përket nderimit dhe respekti që fëmia duhet ketë ndaj nënës së vet, është realisht jashtëzakonisht shumë i madh, saqë edhe vetë profeti alayhi salatu wasalam kur është pyetur se cili është personi ndaj të cilit ka më shumë detyrime, profeti alayhi salatu wasalam ka thënë nëna. Atëherë i është përsëritur përsëri pyetja për të parë se kush vjen më mbrapa. Profeti alayhi salatu wasalam përsëri është përgjigjur nëna, po kështu ka bërë dhe herën e tretë dhe më pas ka thënë babai. Edhe nga kjo del qartë pra se sa e rëndësishme është nëna për një familje dhe sidomos për fëmijën. Zoti Hoxha, është shumë e qartë pasi është edhe diçka një thënie profetike që e vlerën që meriton nënës. Edhe një pyetje tjetër sepse është shumë e rëndësishme, është një teleshikues nga Tirana që thotë si ndikon tek fëmia mënyra e ushqimit me gjëra halal. Realisht është shumë e rëndësishme që familjarët kenë kujdes. Bashkohësit e profetit alayhi salatu wasalam i këshillonin burrat e tyre kur dilin nga shtëpia, keni frikë Zotin dhe mos na sillni në shtëpi vetëm sa gjëra halal, pra gjërat lejuara të fituara me djersën e ballit, pra me mundin dhe djersën e vet njeriu. Një hadith profeti alayhi salatu wasalam thotë ajo pjesë e trupit që rritet nga një ushqim i fituar në mënyrë të palejuar, pra haram, ajo është më meritueshme për nxjarrjen e xhehenemit. Prandaj është shumë e rëndësishme pra që fëmijët të edukohen me ushqimin halal, pra që të dinë ta fitojnë ushqimin halal, sepse të rritesh vetë, po dhe të rrisesh dhe fëmijët me ushqimin halal, sigurisht që do të ketë begatinë e vet, atë bereqetin e vet edhe në edukimin e këtyre fëmijëve. Faleminderit zoti Hoxha, pozë. Unë kam lexuar që edhe në nans i kërkohet që se ka fëmijë në bark që të ushqehet me ushqim halal, sepse nga ai ushqim do t'i kalojnë fëmijës. Pra qysh atë kërkon që të ketë ushqim halal. Diçka për shtuar zonja Gura? Po, biles një ndër kriteret kryesore të pranimit të lutjeve është edhe, domethënë, ushqimi halal.
Kur themi ushqim halal nuk kemi parasysh vetëm ushqimin që merret nga një mish halal që merret nga një kasap në përgjithësi i fituar në mënyrë të drejtë, me drejtësi, jo mashtrim. Të dashur miq, ne kemi arritur edhe për sonte në fund të këtij emisioni, diskutuan një temë mjaft të rëndësishme me dy zonja në studio dhe mbi mosmeftiun e Tiranës. Unë dua t'ju falenderoj zonja Bushati për pjesëmarrjen tuaj në këtë emision. Faleminderit zonja Gura, falenderoj zoti Hoxha, falenderoj edhe juve për pjesëmarrjen tuaj në emision në këtë lidhje të drejtë për drejtë sonte. Tani ju ftoj të ndjekim një poezi të interpretuar nga Fatos Sela, është një poezi e Hafiz Ali Korçës e shkruar mbi një ngjarje reale të një djali të ri të nderuar televizionist. Dhe këtu ju lë takim për nesër mbrëmë në të njëjtën orë këtu në Radio Televizion Ora News. Natën e mirë dhe mirupafshim. Një dit, një çun i ri, para pejgamberit del, me një mallëngjim të madh, hallin e vet ja qel. Për të bërë musliman, zemra fort më dëshiron, me gjithë vetijat që kam, o i madh, a më pranon? Çfarë janë ato? Profeti tha, numëroni një nga një, ta di nga të ndaloj, se ndryshe nuk të them do të gjë. Djaloshi tha, o Resul, jam një i madh faqezi, a do të më bësh kabull, qysh të them as unë nuk di. Jam pianec fort i keq, edhe me femra shkoj, gënjeshtar i madh me nam, aqës sa dreqin gaboj. Si ra pakës në mejtim, të ngratit çun ju përgjegj, që të tria vetijat birë, i paske keq e më keq. Dhe unë mire di që të tria vetijat ti, për një herësh do të nuk i le, por cilin të duash fshi. Unë mejtua djali pak me lot për faqe besoj, më e letë rena më vjen, ani më nuk kalcoj. Mbrëmave të pidesh, por i thash një gjës në vesh, kur të ziesh gjëmzi, profetin do t'a gënjesh, u këthy e çuni nuk pin, por se shpirti e shtërngoj, për një stërvitje që kish, pranë mikeshës shkoj. Pa shkelun mirë në prak zemra e ti u përpëlit, faqen unë qysh ta nxi, tha, edhe u trondit. Hoqi dorë, edhe nga kjo çuni mentar dhe u bind, pranë Resulit kur ardh, thua se sërish u lind. Nuk ka dyshim, o Muhammed, me të vërtet qenë ke profet, më ndalove nga një gjë, që ajo qenë ka feja vetë. I tha profeti, Zoti e mallkon gënjeshtarin në Kur'an. Mallkimi i Allahut mbi gënjeshtarët është me ferman. Muslimanizmi nuk do gënjeshtra e be më kot. Sa dëshmitar gjenë sot që i kanë rrenat me bisht për një zollot pa turp, vend mbi musafin gisht, mbyllin dyer dhe shtëpi, të ndershmit i ben hi, nuk quhen musliman, jo këta njerëz vallahi.